lëvizje të mëdha tek nëndheu i Tiranës, në Tiranën politike e cila zihen me një temperaturë jashtëzakonisht të lartë në një kohë në të cilën është duke vluar e gjithë bota. Është duke vluar e gjithë bota nga Ukraina në lidhjen e mesme, në Karajibe, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zhvillime të mëdha të jashtëzakonshme dhe Tirana zyrtare sigurisht po përgatit planin e ardhshëm të sundimit të shqiptarëve, të cilat janë klanet të cilat duan të han kokën e Sali Berishës. A do të munden ata ta rrezojnë Sali Berishën? Kush është grupi i çunave që pinë kafe me Salianjin e Grida Dumës dhe të Gjergj Lucës dhe të Hatit që duan të rrezojnë Sali Berishën? A bie Sali Berisha apo jo? Kush ishin njerëzit e Berishës brenda takimit? A është një lojë e Berishës? Është një inskenim i tij ky, një kafe tek placa me Salianjin i cili hyri në burg pa flok dhe doli nga burgu me flok? Është Salianji i Grida Dumës. Grida Duma ka patur ambicie miq. Vazhdimisht ajo Grida të cilës Saliu i thotë shote, i thotë Nora e Kelmendit, i thoshte më parë, tashmë Grida ka kohë që do të marrë Partinë Demokratike, donte ta merrte në kohën e Lulzim Bashës, tashmë po bën grusht shteti brenda Partisë Demokratike nga Top Channel-i për PD-n duke lançuar fort Ervin Salianjin, dashurinë e jetës së saj të madhe për ta bërë atë me të cilin bënte pushime tek një spital privat këtu në Tiranë gjatë kohës kur Salianji ishte në burg. Çfarë është duke ndodhur në nëndheun e Tiranës? Përse është i tronditur Edi Rama dhe si Marco Rubio i tregon Edi Ramës kartelet e kokainës dhe organizatat kriminale në festën, në urimin e festës së pavarësisë. Nuk ka bërë vaki që amerikanët për herë të parë të nisin në urimin e festës pavarësisë, që është një urim standard që flitet për marrëdhënien e jashtëzakonshme ndërmjet popujve, ndërmjet qeverive, thellimin e bashkëpunimit. Amerikanët i tregojnë Edi Ramës grupet kriminale, ndërkohë Edi Rama nga Vjena ka hedhur një silur, ka hedhur një raket në drejtim të Washingtonit në përpjekje për të kërkuar vëmendjen e Washingtonit dhe ka thënë për gazetat austriake se amerikanët kur duan i zgjidhin punët me bomba. Çfarë synon Edi Rama të bëjë me amerikanët dhe çfarë synon të bëjë me Partinë Demokratike? Cili është roli i Athinës në rrëzimin e Sali Berishës? A janë grekët, a kanë grekët gisht në rrëzimin e Sali Berishës dhe a munden ata ta rrëzojnë Berishën? Po Berisha çfarë po gatuan? Dhelpra e vjetër e politikës i cili pret që të vi një pazar nga Washingtoni i cili sipas Berishës është vonuar shumë dhe me sa duket nuk ka për t'i ardhur kur. Po shqiptarët që nuk duan ta hanë gjithë këtë karren kanë ngelur jo shumë shqiptarë të mençur, të cilët e kuptojnë lojën dhe këta çfarë roli kanë në këtë moment, çfarë duhet bëjnë shqiptarët dhe cila është detyra e tyre. Me të drejtë, shumë miq nga ju më thonë, o Kreshnik, të falenderojmë nga zemra se je duke bërë një punë të jashtëzakonshme dhe je duke bërë shpjegime atomike për gjithçka është duke ndodhur, qoftë në Shqipëri, qoftë dhe në botë. Tashmë kemi kohë që e kemi lënë, kemi ca ditë që e kemi lënë pjesën e botës, sepse ka zhvillime në Shqipëri. Do shkojmë dhe atje se ka zhvillime shumë të mëdha, çapo ndodh në rajon, përplasjet e Turqisë, Amerika, Greqia, Emiratet e Bashkuara Arabe, Gaza, Palestina, Siria, bombardimet, deklaratat bombë të Donald Trump ndaj emigrantëve, çfarë po gatuhet në Amerikë, këta burokratët e Sorosit në Europë, zhvillime të mëdha, Ballkani e kështu me radhë. Por do merremi pak me këtë historinë tonë këtu sepse është shumë e rëndësishme ta kuptojmë. Më thonë miq, Kreshnik, mirë bën që na i shpjegon kaq mirë, po të lutem na jep edhe ndonjë rekomandim. Sot do ju tregoj se çfarë mund të bëni, cila është e vetmja detyrë që duhet ta bëjmë të gjithë. Ju që e kuptoni lojën e tyre dhe unë i cili bashkëbisedoj me ju. Më shihni disa më shohin si gazetar, disa më shohin si kryetarin e Partisë Lëvizja Dheu, disa më shohin
si një akademik, disa më shohin si analist, nuk ka rëndësi. Çfarë do që të jemi miq. Unë e drejtoj një parti politike sepse për të ecur në politikë me letra duhet të kesh një parti, duhet të kesh një organizim, duhet të kesh sa dokumenta edhe i vul, që kur të kapi policia rrugës të thotë çfarë je duke bërë ti dhe ku i ke dokumentat, ti nxjerrësh dokumentat. Partia jeni ju, populli jeni ju, Shqipëria jeni ju. Këto mënyrat e organizimit janë thjesht dekore nëpërmjet të cilave ne organizohemi. Të marrim me kujdes se çfarë po ndodh. Janë dy situata që po ndodhin në Tiranë, të fuqishme. Një, po përgatiten të rrezojnë Sali Berishën, grusht shteti ndaj Sali Berishës, apo është një grusht shteti i improvizuar nga vetë Saliu për të bërë sikur po e godasin atë në mënyrë që ai të dalë i pamposhtur. Do ta analizojmë, do ta zbërthejmë këtë në konkret. Çfarë po luan Athina dhe Greqia, e cila i është gjendur Saliut në momentet të caktuara me Fredi Belerin dhe me këto, do t'ju shpjegoj se si luhet kjo lojë. Në fakt, mua Partia Demokratike nëpërmjet zyrtarëve të saj të lartë ma ka shpjeguar para disa kohëve arsyet përse ata ishin gjendur në krah të Fredi Belerit. Por unë do t'ju shpjegoj të gjitha tashmë. Dhe cila është loja e të tremburit Edi Rama, të cilit i thot edhe në festën e pavarësisë Marco Rubio, gëzuar festën popullit shqiptar. Gëzuar festën e pavarësisë popullit shqiptar, jo qeverisë shqiptare. Popullit shqiptar, dhe jemi të vendosur për të çuar përpara bashkëpunimin, duhet bëjmë kujdes me grupet kriminale, të cilat dhe kartelet e drogës, të cilat kanë dëmtuar vendin tonë. Pra Rama në këtë moment për SBA-n, qoftë dhe në mënyrë të edukuar, është në statusin e Maduros Venezuelës. Sepse Maduro sot ka të njëjtën akuzë, që po vjen kokaina nga Amerika Latine dhe po godet Amerikën dhe popullin amerikan. Ti marrim një nga një. Kush janë këta çunat që kanë dalë dhe kanë pikë kafen e dashurisë së jetës së Gridës, Ervin Salianit? Kush janë këta? Thuhet në media që janë ca çuna që pas kanë shumë vota. Po kush i nxjerr këta tani që në media? Edhe unë jam kryetar partie politike. Edhe unë flas për çështjet e Shqipërisë. Askush nuk lejon të dalësh në televizor në qoftë se nuk je pjesë e regjisë dhe skenarit e Edi Ramës. Askush, harrojeni. Kush po i pompon këto? Natë për ditë, natë për natë, e ditë për ditë, nga mëngjesi deri në darkë, kanë dalë çunat me vota, brenda Partisë Demokratike dhe duan të reformojnë Partinë Demokratike. Të kuptojmë gjendjen e Partisë Demokratike, cili është rrethimi që i kanë bërë Sali Berishës. Një, rrethimi juridik, presioni juridik nëpërmjet gjykatës kushtetuese, presioni me burokratët e linjës së butë, Lulzim Basha dhe grupi i tij, tashmë grupi i tretë, Sali Anji, Kalaja, Ilir Ali Mehmeti e kështu me radhë, të cilët edhe kur dalin nëpër studiot e televizionit, nuk e kanë mundësinë dhe kanë frikë të artikulojnë largimin e Saliut. Pra, çfarë janë duke bërë? Ende nuk janë të sigurt, po masin puls. Si del njeriu në televizion nga mëngjesi në darkë, nga Top Channel, i ke Euronews, i ke A2 CNN, i ke Arian Çani, ke Erlam Hilli, ke Fevziu, ke Grida Duma, ke Sokol Balla, ke Ylli Rakipi, ke të gjithë. Mediat ju i dini kush i ka. Mediat i ka ata që kanë legët, oligarkët ose pasunarët që marrin tendera për Edi Ramës dhe parat e tenderave ja shpërblen Edi Ramës me shërbime mediatike. Çfarë do bën Edi Rama? Do të krijojë rryma, ta çaj, ta bëj llokma PD. Deri këtu Rama është në detyrën e vet për të bërë. Një kryetar partie ka detyrë të shkatërrojë armiqtë e vet. A i keni vënë re ju se prej ditës që kanë dalë çunat dhe prej ditës që kanë dalë çunat e Berishës janë mbledh
ke hotel Placa për të pi kafen e Berishës, kafen e largimit ti, pra fundit të ti politik. A keni vënë re që s'flitet më për Ballukun? Për buldozerin e korrupsionit Balluku? Qartë. Një ndorë. E dyta, për të mbyll buldozerin Balluku, Rama inskenoi 3 skema shumë të fuqishme urgjent. 1. Krijoi situatën e përplasjes me Greqinë, skandal me Greqinë, sa herë ka nevojë Rama për komardare, i vjen në ndihmë e sulmon Greqia. Dhe ky del si shpëtimtari i shqiptarëve dhe ky del si patrioti i madh i cili po përballet me rrezikun grek. Në fakt kjo është një lojë mbyllur paraprakisht. Grekët i bin këtit për ta forcuar këtë brenda që ky të luajë me rolin nacionalist dhe menjëherë del non grata e Artan Hoxhës, non grata e rikthejnë në skenë non gratën e Marin Memës dhe non gratën e Aulon Kalas. Pra, val nacionaliste, shkuam dhe në Puk. Në Orosh, krijuam valën e frikës dhe të rrezikut të terrorizmit, me ekstremizmin e dhunshëm, me ata 2 mjekroshat që ishin në qef atje dhe po luftonin shtetin, dhe erdhëm tek skenari 3 që ishte krijimi i grupit të komplotistëve apo të puqistëve. Brenda PD-s. PD-ja e gjendur në këto 3 presione dhe duke prit një pazar Berisha prej Washingtonit, është duke bërë lojë dyshe. Kush është loja dyshe e Berishës? 1. Berisha i tregon popullit që është i parrëzueshëm, sepse nuk ka njeri brenda PD-s miqtemi ta rrëzojë Berishën. 0 shans. Ajo parti, ai popull që voton PD-n e ka ftyrën, e ka subkonsciencën, e ka dritën e syve, e ka Sali Berisha, Sali legjenda. Nuk ka njeri brenda PD-s ta harrojnë me Kalaja, me Ilir Ali Mehmeti, me Mosikur të bashkohen bashkë me Nikol Lesin, bashkë me Grida Dumën, bashkë me... Nuk e rrëzojnë dot Saliu. Pse? Saliu e ka lidh fytyrën e partisë me fytyrën e vet. Saliu ka bërë ngjizje mes diçkaje që quhet PD dhe diçkaje që quhet Sali Berisha. Pasuesit e PD-s janë ata të cilët votojnë Sali Berishën, duan Sali Berishën. Tashmë PD-ja është ça? Një pjesë e madhe e PD-s nuk e do më Berishën, por e pa që Berisha e shkatërroi edhe grupin e Lulit, edhe çdo lloj grupimi që ka dalë, Berisha e ka bë qofte, e ka bë misht ngrirë. Pse? Berisha e kontrollon atë parti. Rama edhe në mos mund ta rrëzoj Berishën, prit, do ju them dhe pse Rama nuk do Rama ta rrëzoj Berishën, kujdes. Rama do të bëj lokma opozitën në mënyrë që të mos lind asnjë mundësi brenda Shqipërisë ku Amerika të hedh syt dhe të ndihmojë në një opozitë që të largohet Edi Rama. Edi Ramas i është pre fleta. Edi Rama ka mbaru punë në Amerikë, ka mbaru punë në Washington prej 11 majit, nuk ka i telefonat, nuk ka i takim, nuk ka as i mesazh, nuk ka as i gjë. Ata po ja lidhin lakun rreth e përqark. Dhe çfarë po i bëjnë? Po i heqin Ballukun, po i heqin këtë, po i heqin tjetrin, po i heqin tjetrin. Rama tani çfarë po bën me Ballukun? Po ndërtojnë disa skenar. Skenari 1 të ndërtojmë çunat i bëjmë presion Saliut. Po jo për ta heq Saliun, kujdes. Rama e di shumë mirë, nuk ishet Saliu me ca sponsorizuar nga Edi Rama apo nga televizionet e Tiranës. Saliu hiqet vetëm nga një mënyrë. Ajo mënyrë është ajo që e ka thënë ai vetë. Unë do të largohem, ka thënë Berisha, kur të më thëras i plot pushtetshmi. E ka dhënë ai datën. Nuk e ishin dot ata Berisha. Një, Berisha është miliarder. Ka klanet e veta të tropojanëve, të Shqipërisë mesme, të jugut, kudo janë miliarder. Nuk ka fuqi ekonomike.
plus që ka dhe klane ndërkombëtare të tjera të cilat janë pasti i flasim në një herë tjetër. Berishën Rama nuk do që ta heq nga skena, sepse i duhet Berisha për t'i thënë popullit që nuk ka alternativ tjetër. Ja dhe këto çunat e ri që dolën, që i sponsorizon, po ke televizionet e këti natë për natë. Miq, nuk të nxjerr njëri në televizion, miq, harrojeni, shqiptar, thirrini mendjes, televizionet banaqe televizive të mbrëmjes dhe të ditës i kontrollon Edi Rama dhe Beogradi. Ndajni këtë, është 100% kjo. Të dilkan ca çuna, pikan kafe, edhe merret Shqipëria me gjithë diasporën se pas ka pisa një kafe me ca çuna të Partisë Demokratike që pas kanë pas vota. Se s'ne i la vota tona ne ai. Nuk na i la, sepse donte që ne që nuk na kontrollon dot, të na thynte i gjunjët, që të na therte, që të vish ti, të më shkruash mu ke komentet, po tire sa vota more re. Po tire sa vota more. Dhe këti hajvani, unë duhet i përgjigje, sepse ky është patronazhist, sepse po ju përgjigja unë këti lloj hajvani dhe kësaj lloj kafshe, unë e kam quajtur të mirë qenë procesin zgjedhor, do thotë që kam rënë dakord, pra ky hajvan që më thot mu, sa vota more tire, ky e bën të mirë qenë që votat i kam numru unë, ja numru sakt, votat i ka numru Edi Rama me Sali Berishën, dhe i kanë dasë si që kanë pas marrëveshjen vetë. Ndaj, votat e çunave të Tiranës, një, ishin votat të demokratëve, nuk ishin votat e tyre, dilshin ata vetëm. 2, ishin vota të cilat i mbështeti Edi Rama, sepse Edi Rama ka 2 plane për t'i ul pjacën dhe për t'i ul pazarin Berishës dhe për t'a mbajt të raskapitur të dobët. Ai e do Berishën si partner, por mos harroni. E do Berishën të dobët, nuk e do të fortë. Sepse nëse Berisha është i fortë, ai ka frikë se mos ndoshta i vjen ndonjë sinjal nga Trumpi dhe Rama fluturon për 24 orë. Deri tani amerikanët nuk e duan Berishën. Unë ja kam thënë çfarë po pret Berisha. Po pret pazara nga Amerika. Ndërkohë po konsolidon lojën brenda. Rama investoi me çunat që kanë dalë dhe kanë pi kafe sot me Salianin, duke i promovuar ata si çunat me vota shumë. Rama po përgatiste që në kohën e zgjedhjes një grup njerëzish të cilët do të merrnin vota shumë, me votat që do e jepte Edi Rama dhe do ja runte ai tek kutia, në mënyrë që t'i përdorte nesër për të ndërtuar fragmentarizimin dhe për ta bërë llokma PD. Imagjinoni ju Arben Meçja me Lenz Vangelin, me Grida Dumën, me Raki Plarin, me Dudushin dhe me këto çunat që dalin natë për natë për të bërë analiza çunat e Ramës në për televizionet, i bie këtyre barku se çfarë po ndodh me PD-n dhe me popullin opozitar. Nuk i bie më. Por çfarë? Rama investoi në 2 linja ose në 3 linja. Linja numër parë. Linja numër 1. Çunat që i futi ke listat e Saliut, Berisha është i rrethuar. Është i rrethuar me njerëzit e Ramës brenda listave të PD-s, të cilët Berisha i futi si garanci për George Sorosin, në mënyrë që ta mbante edhe një këmbë tek Amerika liberale, dhe ndërkohë lëvizte çunat e tjerë në Amerikë, me këdo që ka ndonjë kontakt në Departament Shtetit apo në Washington, që të trokiste tek dera e Donald Trumpit. Por Berisha shko ke dera Trumpit me Fatmir Mediun. Nuk i ha Trumpi këto, se Trumpi nuk është budalla. Po Berisha nuk ka zgjidhje tjetër. Se pjesën tjetër të njerëzve i ka Sorosiane, di Departamenti Shtetit, e di Trumpi, e di CIA, e di FBI, e di gjithë. Ndaj Berisha lujti dyshe. I dha Sorosit çunat që i komandon Rama sot brenda grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazbardhi,
Agron Gjekmarkaj dhe një grup tjetër që nuk kanë vota, këta ishin garancia që Berisha i dha Sorosit në mënyrë që të mbante një derë hapur me Sorosin, që bën vakit i vinte në një mëshirë nga Amerika dhe t'ja ishtin non grata. Se Berisha e di që do largohet, i di që është 81 vjeçar. As biologjia nuk të lëmo, as forcat nuk lëmo. Gjithsesi. Këta në PD tani duan që ta shqyjnë Berishën ose të testojnë dhe të rrisin pazarin e vetë. Cili është plani i Ramës? Plani i Ramës është ta rrethoj Berishën 1 me gjykat kushtetuese, 2 me grupin Basha që po pret dhe po luan i tërhequr në këtë moment, me grupin Saliani, Kalaja, Ali Mehmeti dhe tërcipërcit e tjerë që i furnizoi ky me imunitet dhe me pushtet dhe me vota në mënyrë që të ishin projekti për të bërë lokma PD-n, pasi grupi i Sorosianëve të fitonte brenda ke listat e Saliut dhe grupi i rebelëve do të ngelte jashtë dhe tani ja hedhin gjithë fajin kujt? Mulit. Në fakt Muli është nga më besnikët e Berishës aty brenda. Me të mirët dhe me të këqijat e veta, të paktën deri tani. Mulin çfarë do t'i bëjnë? Mulin do ta çojnë spak. Dhe do t'i rrisin kamxhikun me spakun, në mënyrë që edhe Muli ta shesë Saliu. Çfarë do bëjnë Muli është histori tjetër kjo. Pra, planet e Ramës është ta rrethojnë Berishën me gjykat kushtetuese, me non grata amerikane, me munges shpres e Ramës, me munges përgjigje nga Washingtoni, nga Donald Trumpi, me çunat e Sorosit brenda listës së sigurt që i futi Berisha, Jorida Tabaku, Gjokmarkaj dhe Gaz Bardhi, e të tjerë, dhe të rrethohet nga ana tjetër. Berisha është dhel për e vjetër dhe i kupton lojrat brenda. Por çfarë po bën Berisha? Berisha e di shumë mirë se çfarë po i ndodh. Problemi është që Berisha e di mirë edhe faktin tjetër, që gjallë, nuk, sa tjeta i gjallë, po e mori i plot pushtetshmi, ka thënë ai. Po më thirri i plot pushtetshmi, do të largohem. Pa e thirr i plot pushtetshmi, pa i ardh fleta thirrjes nga i plot pushtetshmi, Berisha nuk e lësho gjallë PD-n, një, ose tek besnikët e vet dhe të familjes Berisha, ose sa të jetë gjallë vet e mban vet dhe nuk ka furtunë ta rrëzoj Berishën nga PD-ja. Pse? Elektorati i Partisë Demokratike 200.000, 300.000 sa mund të jenë. Pavarësisht çfarë thonë këto, kemi 500.000 vota. Ato janë vota që vinë për inerci. Vinë për shoqni, vinë për respektin e këtij, po e rrejti ky, e rrejti ai, e gënjeu ai, apo krijon perceptim të gabuar. Berisha ka stabile 200-300.000 vota, ata jetojnë dhe frymojnë me Berishën, nuk ka shans njëri t'ia marrë Berishës ata. Përveç se nëse e thërret kush i plot pushtetshëm. Berisha e di shumë mirë këtë. Dhe të gjithë këta grupimet e çunave brenda PD-s, grupimi që krijoi Rama tani ke placa me Grida Dumën dhe me dashurinë e saj të jetës, Salianin, që duan me rrezu Berishën siç doshin me rrezu Lulzim Bashën. Dhe grupi i dytë është grupi i Bardhit me Jorida Tabaku dhe me këto, grupi i tretë është Lul Basha dhe gjykata kushtetuese dhe presioni që vjen nga SBA-ja për non grata. Çfarë do bëj populli tani, se më thonë njerëzit aty, Kreshnik na jep, çfarë do bëjmë ne? Kujdesni. Do ju them tani se çfarë do të bëni ju dhe çfarë do bëjmë ne si shqiptarë. E doni Kreshnikun apo se doni Kreshnikun, kjo s'ka pikë në rëndësishme. Gjeni i Kreshnik tjetër nëse nuk ju pëlqej unë. Por keni kujdes. 1. Nuk duhet të jetë i sponsorizuar nga Edi Rama as nga Berisha, sepse ne do ta shkatërrojmë çdo njeri që buron dhe e pjellin PS-ja dhe PD-ja, e financojnë, e hedhin, siç krijuan Tik Lapajn, siç krijuan Endri Shabanin me Panosokon. E pat ju çfarë bëri Panosoko?
Panosoko është i majt. Panosoko është i majt. Iku u bashku me Endre Shabanin ke Thurja, u bashkun dhe me tikun e Shqipëria bëhet, i dogjën shqiptarëve 70-80.000 vota dhe i këndhan dorëheqjen. Panosoko i majt, tani shkon ke Arjan Çani edhe i thot Çani, Pano ti thot je pa parti tani, qa do bësh? Futu knega po tëja. Qarë thot Panosoko, që shkatroj popullin opozitari mashtroj me Endre Shabanin në Oxfordit. Çfarë u tha? Çfarë i tha Arjan Çanit? Çani tha, unë si jam antari PD-s, po unë i mbështes të çunat, tha. Po fituan këta, tha, dhe e rrëzu doktorin, do bashkohem edhe unë. Pra, Greqia dhe Edi Rama duhet të marrin Partinë Demokratike. Pse? Si lidhet Greqia këtu? Do t'ja tregoj unë tani. Greqia po bëhet gati për periudhën post Sali Berisha. Dhe Greqia historikisht ka drejtu Partinë Socialiste. Nga Fatos Nano, ke Pandeli Majko, ke Edi Rama, ke Elisa Spiropali, kjo parti do t'jetë e Greqisë historikisht dhe s'ka përqen do të palëve tjera. Greqia po bëhet gati që bota re që do të lindë. Greqia di shumë mirë që Shqipëria ekzisto, se do i madhi Zot, dhe Zoti ka bërë se bep Amerikën që ne të ekzistojmë. Nesër Amerika heq dorë nga Shqipëria, shqiptarët e mi, ma boni halal që ju a them kaq ashpër dhe kaq drejt. Nuk do ekzistoni më si kom, do zhdukeni ditën që Washingtoni ngre coverin e ti nga ju. O na shet në Greqi, o na shet në Serbi, a ke Erdogani, a ke Meloni, a në Greqi, në Europa, në Rusi. Një marrëveshje vogël, Roosevelt, Churchill, Stalin, në Jalt e patë se ku shkut për 50 vjetë. Shkuam në gop të sëmës, unë edhe ju, 50 vjetë. Marrëveshjet vogla. Tani Amerika e dha sinjalin me Marco Rubio, 28 nëntor, urimet më të përzemërta, për kë, për Edi Ramën, jo. Për popullin shqiptar mik, çfarë ju kam thënë? Amerika don të paqtohet me popullin shqiptar. Pse? Se ju ka xhan ju se jeni bitë e pellazgëve dhe të lirëve? Jo. Ka interesat e saj në rajon, të cilat nuk i balancon dot me slavët dhe me invazionin slav, përveç se duke bërë aleancë me ju, jo për sytë tuaj të bukura, se Amerika nuk është organizat humanitare, si që dalin psikopetrit e Belinda Ballukut dhe të Edi Ramës, partit që ai ka hap, dhe i thonë shqiptarve do vi Amerika dhe do ju japit hani me luk floriri dhe do merrni hotele falas, vila falas, edhe do ju bëhet rroga nga $700.000. Hesni bëuni gjithë këtu ke unë ministra. Pse? Sepse duan të shpartallojnë edhe pjesën e budallëjve që kanë ngelur këtë popull. I bën të gjitha Rama. Sekretari Rubio i tha për 28 nëntor, gëzuar populli shqiptar, Edi Ramës, çfarë i tha brenda mesazhit për 28 nëntor, nuk ka bërë vaki, hapni të gjithë mesazhet e sekretarit amerikan të shtetit apo të presidentëve amerikan për popujt e tjerë në ditët e tyre të pavarësisë, ka mesazhe të shkurtra, të prera, të qarta. Urojmë, shpresojmë fillimin e bashkëpunimit, misia mes dy popujve dhe kombeve duhet vazhdojë, të rrisim bashkëpunimin për të mirën e njerëzimit, stabilitetit, demokracisë dhe qytetërimit perëndimor. Këto janë nuancat e përgjithshme. Kurse Ramës që i tha Rubio, i tha urojmë popullin shqiptar, pra aleanca jonë e Washingtonit nuk është me politikën, është me popullin shqiptar, dhe e dyta, që është shumë e rëndësishme, kartelet tha të drogës dhe të kokainës dhe grupet kriminale duhet të bëni kujdes tha, se ato janë armiqt më të mëdhenj të Amerikës. Ramën e ka kap të merri se nuk ka asnjë kontakt në Amerikë deri tani. Nuk ka lënë Zayed të Emirateve e Erdogan e Netanyahu, e nuk ka lënë arab e italian, e grek e kinez, e francez e gjerman, e Marta Kos, e Marta Lallë, e Marka Byrek, pap nuk ka lënë derë patrokit,
si të mbri tek Washingtoni dhe tek Donald Trumpi dhe tek administrata amerikane. Donald Trumpi e ka marrë zarfin që i ka thënë ky është vendimi i Amerikës, nuk është vendimi i Antony Blinkenit. Për Shqipërinë, pra për linjën që do ndiqet me Shqipërinë dhe me shqiptarët. Rama shkon në Vjenë dhe bën një deklaratë në të cilën i thot gazetave austriake, Amerika i thot i zgjidh punët me bomba. Çfarë donte me tregu? Se e pyetën si ke marrëdhëniet me Kushnerin dhe me George Soros, me Alex Sorosin. Tha, unë i kam të dy miq, tha, mos më detyroni mu, tha, të zgjedh njërin ndaj tjetrit, ata mund të mos e pëlqejnë njëri tjetrin, tha, po kjo nuk është puna ime. Që do të thotë, unë jam i barazlarguar nga këta, e kam xhan Alexin, e kam xhan dhe kë Kushnerin që i dha Sazanin për t'i çu Trumpit mesazh. Po ku blihet Trumpi? Unë ja kam thënë, ishin për ta ble Amerikën e blen Arabt. Nuk blihet, nuk është diçka shumë më komplikuar. Kjo Amerikë që kemi tani. Po është katru nesër, pastaj është histori tjetër. Do shikoni se çfarë do bëni. Ju shqiptarët, bashkë me mua. Pse thot Rama, Amerikanët i zgjidhin punët me bomba? Pikës pari do ta bëj veten viktim. Amerikanët nuk merren me mu, sepse unë jam aq i parëndësishëm, sa që nuk mund të bëj destabilitet. Dhe kur larg qoftë, thot Rama me nën tekst, nëse ndodh ndonjë destabilitet i madh, Amerikanët nuk i zgjidhin punët me prokurori, me spake, me arrestimin e Belinda Ballukut. Ata vinë dhe të bombardojnë. Pra, mos i lejoni t'ju tregojnë ju se spaku dhe arrestimi i Belinda Ballukut nesër pas nesër kur mund të ndodhi dhe arrestimi i hajdutëve të lidhura me kartelet e drogës dhe me Sinaloan, rreth për qark Ramës, mos mendoni ju se përdor Amerika këtë rrugë me mrëzu mu. Amerika po desh me rrëzu Edi Ramën, shkon dhe bombardon Surrelin. Kupto, pse? Sepse Rama mendon që ky është popull budalla. Çfarë ka bërë tani? I thot nëpërmjet këtyre deklaratave amerikanëve, ma varni një çik. Pse? Se unë nuk jam aq i rëndësishëm sa që të më hiqni. Duke përcjell mesazhe pra që shikose. Mos u merrni me mua. Unë jam shumë pak i rëndësishëm. Nga ana tjetër, i jep mesazh kujt opozitës dhe të gjithë opozitarëve të ri. Çfarë u thot? Mos prisni as mos e çoni në përmend që të më zëvendësoni mua, sepse Amerika nuk do merret me mua, ja si po ja them unë asaj. Amerika kur do i zgjidh punët me bombardime. Çfarë është kjo? Kjo është pezmatim për popullin, të cilit ai i arrit me lloj-lloj karikature që nxjerr nëpër televizione, i arrit pritshmëritë nga Amerika që jo sot për nesër do bëhen arrestimet. Në qoftë se ka, ju kërkoj ndjes, në qoftë se organet gjenitale në ginekologji, në qoftë se organet gjenitale psojnë ereksion për një kohë të gjatë, ngrehja dhe shkrehja e her pas hershme, pa e finalizuar aktin, kjo krijon impotencë. Ndaj dhe Edi Rama sot sponsorizon karikatura nëpërmjet Belinda Ballukut, sponsorizon karikatura të cilët i thon shqiptarëve, Amerika do të vijë, do zbresi nga qielli, do ju jap lug Florini, do hani hallë e pilaf sa të ngopeni, do merrni hotele falas, shtëpi falas, rroga pafund, para pafund, do bëni qef dhe Shqipëria do të bëhet xhenet. Amerika do vi, do t'i arrestoj sot, nesër, sot, nesër, sot, jo sot, po nesër, po jo nesër, as sot, më dëgjoni, po nesër është i sigurt, edhe nesër. Ky operacion psikologjik dhe psikiatrik është i lidhur me erotikën e fshehur tek njerëzit, për të krijuar impotencë seksuale tek një mashkull
krijo ereksione false tek ai dhe mos lejo të finalizoj. E njëjta gjë, rritja e pritshmërive ndaj Amerikës për popullin budalla që nuk kupton poshtë, që do t'i bëj të gjitha mrekullit, do t'i bëj Amerika, jo sot po nesër, shkatrimi i këtyre pritshmërive nuk ka synim të glorifikoj Amerikën, ka synim të godas Amerikën duke rritur pritshmëri false prej Amerikës dhe nëpërmjet një metode të turpshme të pisët dhe të ndyrë, sepse Amerika nuk vepron ashtu. Rama e bën sepse kujton se është më i mençur se sa amerikanët. Tashmë që e ka kap dhe e ka kuptu dhe e ka ndjerë lagështinën që gringove nuk ja hedh dot një mësues vizadimi si Edi Rama, po kontrollon opozitën, po shkërmoq Berishën që të shuaj zero çdo mundësi që t'i vi Berishës ofertë, por dhe që Berishës t'i thot, vërtet jemi ortak, por mos e mbaj stekën kaq lart, sepse ti je më i dobët nga që mendon, ja unë kam të kontrolloj grupet rreth për qarkteje. Grupe të cilët Edi Rama e ka treguar që i përdor si prezervativ, apo në gjuhën shkencore si kondom, siç përdori grupin e Bashës, i përdor, i fut në lojë, i mban dhe në fund fare i hedh në kosh të plerave, sepse puna e kondomit është vetëm për një akt. Kondomi vlen vetëm për një akt seksual, nuk vlen për shumë akte. Këto lloj kondomësh që i krijon Edi Rama nuk i krijon dhe nuk i sponsorizon nëpër media për të rrëzuar Berishën, sepse Berishën nuk ka njeri sot brenda PD-s kush ta rrëzoj. Zero. Vetëm dikush e rrëzon Berishën. 2 janë ata që e rrëzojnë Berishën. 2. I plot pushtetshmi, i madh i Zot, që ai e ka thënë, kur të më therrasi ai do iki, dhe i dyti që e rrëzon Berishën është ai që Berisha do që ta zëvendësojë atë në Partinë Demokratike ose zhduket Partia Demokratike. Berisha e hedh në erë sepse ka butonat e PD-s. E kuptuam lojën çfarë po luhet. Rama është i terrorizuar nga amerikanët se një nuk i ka fol dhe dyta i erdhi bomba prap me urimin e Marco Rubios. Çfarë ka ndonjë personazh që është besnik ndaj Saliut, do të përpiqet t'i çojë spakun tani dhe do të përpiqet ta shkatërrojë çdo lloj grimce që është besnikërie rreth për çark Saliut. Por ai Saliu nuk e rrezon dot. Ai vetëm e forcon Berishën, sepse çdo lloj lëvizje çunash apo çunakësh, apo grida dumash, apo kësoj karikaturash të tjera të sistemit, Berishën jo vetëm që s'kan shans me e rrëzu, por e forcojnë më shumë, shka prap në fund të lojës i shkon për shtat narrativës e Edi Ramës për amerikanët. Po nuk i ka unë, do vi Berisha që ju nuk e doni, dhe që nuk jeni gati t'ja hiqni non gratën. Kjo është lojë shumë e ndërlikuar, miq, dhe unë shpresoj, ju kërkoj ndjes, ndoshta hyn ndonjëherë në detaje të imta, dua që ta bëj aq të qartë, edhe për njeriu më pak të informuar, edhe për atë shqiptarin që më ndjek nga cepi më i fundit i Shqipërisë, që nuk kupton mirë politikën. Unë përpiqem që t'i shkërmoj gjërat dhe t'i bëj të prekshme, dhe ju kërkoj falje që unë nuk mundem t'i bëj më qarta se kaq. Nuk mundem t'a shpjegoj më qartë se kaq, se si të gjithë janë bashkë. Çfarë do bëni ju dhe unë? Detyra juaj sot është të ruani mendjen dhe trurin nga makineria e propagandës dhe nga qarqet rajonale, të cilat duan të inskenojnë dhe të provojnë dhe të bëjnë arkitekturën e të ardhmës politike të Shqipërisë në epokën që po vjen. Çfarë do bëjmë, Kreshnik? Detyra jonë kombëtare sot është të bashkohemi bashk. Nuk ju pëlqen Kreshniku, bëjeni me dikë tjetër. Po çfarë do bëjmë? Do të ndërtojmë një masë popullore që nuk do të na e prishin dot as me Endri Shabanin, as me Lapajn, as me asnjë karikaturë tjetër të prodhuar nga sistemi i Ramizalis
tek studiot e Beogradit në darkë, në mënyrë të vetme për t'i treguar aleatit tuaj të madh Washingtonit, shqiptarët nuk janë të kapur të gjithë dhe nuk janë gati të zhduken. Këtë keni të vetmen formulë të cilën unë e garantoj me jetë, që është e vetmja formulë që ju të shpëtoni si kombë, të ruani një mas 50.000, 60.000, aj sa e shofin videon këtu, 100.000, 200.000 shqiptarë, të cilët nuk e han as një karem të Berishës, as nuk e han as një karem të Ramës, as nuk e han as çunat dhe çunakët që prodhojnë mediat e Beogradit dhe prime time i Edi Ramës në darkë. Çfarë del tek televizionet e tyre në darkë, me emisionet e tyre, me prime time-in e tyre, me analistët e tyre, janë regji e Edi Ramës dhe e Beogradit. Pik. Dhe një pjesë e televizioneve janë të Afinës. Turqit nuk kanë emisione, kishin një emision, kishin pak ndikim ke Fevziu, Fevziut nuk janë mban më menderja tani, i ka bërë dalje, kanë Alexander Franken, kishin aleat, por janë duke bën ndikim të butë se nuk i lejnë Amerikanët me hy. Me politik, edhe çfarë bëjnë, ndikimi turqve është ndërtojmë në i xhami, edhe t'japim telenovela turke, të bëjmë dal nga dal transformimin kulturor të shqiptarëve nëpërmjet telenovelave. Ka që ka lejen Turqia edhe të bëj biznes, të fitoj në i lek, të hapi në i universitet, në i shkollë. Mediat dhe deep state i shqiptarë kontrollohet nga Beogradi dhe nga Afina. Turqia e ka të ndaluar, ka vit kuqe, të paktën deri tani të ketë ndikim politik. Prandaj po shqyjnë PD-n. Ndaj Berisha u hodh në Afinë, kërkoi mbështetje prej Afinës, ata e mbajtën, tani me sa duket duhen t'ja marrin edhe Partinë Demokratike. Nuk e di a do t'ja jap Berisha apo jo. Por loja është shumë e komplikuar. Detyra kombëtare e shqiptarëve është, edhe një herë ta mbyllim, ruani një masë të madhe që do ta bëjmë bashkë këtu natë për natë dhe do ta rrisim këtë masë bashkë me diasporën, që amerikanët, europianët dhe të gjithë miqtë e Shqipërisë, arab, turq, kinez, amerikan, britanik, gjerman, të dinë që është një masë e pa manipulueshme e shqiptarëve, nga skemat e Edi Ramës dhe të establishmentit dhe të njerëzve që kanë rrethu Berishën, që nuk manipulohet. Këta janë bërthama e çdo miqësie të ardhshme, të gjithë miqve të Shqipërisë me popullin shqiptar. Në qoftë se nuk e krijojmë dot këtë bërtham dhe këtë masë popullore, ta ruajmë si drita e syve, shqiptarët do të deklarohen tek raportet që shkojnë në Washington, në Bruxelles, në Londër dhe në kancelarit e rëndësishme ndërkombëtare, një popull i vdekur që nuk i hyn punë më as dreqit. Dhe do të bëhet pastaj koncesioni i madh, do të na ndajnë ndërmjet fqinjve tanë, një pjesë Greqisë, një pjesë Serbisë, një pjesë Italisë, një pjesë Turqisë, dhe shqiptarët nuk do të ekzistojnë më në dimensionin klasik të shtet formimit dhe të kombit si komb. Kush nuk beson këtë, le të pres ditët dhe historia do t'i tregojë të gjitha. Kaq kishim për sonte, ju uroj fundjavë të këndshme, zhvillime të tjera të mëdha do të vinë, do t'i analizojmë nga bota sepse kemi kohë pa i analizuar, por ju e dini si gjithmonë. Ato vijojnë në numrin e ardhshëm, natë mirë për sonte.